Shqipëri? Kam ardhur në Shqipëri, era e parë në rreth e 3 për kamp verore. E kemë merë Në 93 ke ardhur për herë të parë. E kemë merë punë në fushatë që janë afër Puka, Gomsice, Kaftal, Korpul, Vrit, edhe disa tjera ndaj. E pas kemë bërë ndaj punë çdo javë. E tash por ndaj nuk ka ikë njerëzit. Ka ikë njerëzit. Janë pak familje. Dhe ti erdhe në Shkodër më pas? Po, çdo herë ne nuk kemë shtëpia tjerë, vetëm në Shkodër kemë shtëpia. Ne shkova e pastaj. Me kë erdhe këtu? Unë kam Erdhe vetë? Kam kërkuar për të vjenë e pastaj. Po pse kërkove në Shqipëri? Se ishte apur vend e ne e dinë që Shqipëria ishte me shumë probleme. Unë kam pa nga fillime shkatërime që ishte këndej. Ti këtu ke qenë në 97-ën? Po. Në 97-ën, ke qenë në Shqipëri? Kam qenë këtu e kam risikuar pa lotë që kam një herë kalova prej posta këndej. E andej ishte përpara policia. Atëherë, una banda prej pallate përpara ka assaltato, sparava. Ka qelluar? Në drejtim të policisë? Në policia. E unë ishte kaluar. Ti ke qenë duke kaluar? Dhe shpëtove? E pastaj, mrapa një kolonë, kam... Je fshehur? Sono protetta. E kam jetua çdo problema këtu. Po vajzat të cilat prostituoheshin në atë kohë, ke ndihmuar? Ne, diciamo, këtu nuk ishte kjo problem. Kjo problem ka jetuar në mënyrë veçantë Don Antonio, andaj në Zadrima. Andaj, ne, në ato vite, kishte disa vajzë këtu për të mbrojtë pak, por nuk ishte në problema prostitucion. Por andaj ka qenë shumë vajzë që kanë marrë për prostitucion. Në Zadrim? Në Zadrim, poi Don Antonio ka bërë shumë punë për ata. Po kjo unazën? Kjo është... Me kë je fejuar kështu? Është erë. Unë jam martuar. Je martuar? Me Zotin. Me Zotin. E kjo është rusarë. Janë 10 vite për të bërë rusarë, lutje. Ti shikojnë që këto foto nuk këtu? Ky kush është? Questa? Po. Papa. Kush papa? A nuk e njohë papi? E njoha papën, e njoha. E monsignore, e njohë, e monsignore. E monsignore, e njohë. Leo. Çfarë mendove kur e zgjodhi emrin Leo? Është një burr i Zotit. Çfarë mendoj? Ai mendoj që bën punë vetë në mënyrë eccellente. Nga ndryshon një pap nga një kardinal? Kardinali është një mundësi për të bërë papa. E kuptoj, po jo si detyrë. Flas në raport me Zotin. Është në raportin e Zotin, ndoshta ke më mirë ti se kardinali. Vërtet? Nuk është nevojë që të bërë kardinali për një raport për Zotin. Raport për Zotin, kjo është një gjë, nuk e di, pratike, një forma, për dire, është afër ato për të shkuar. Për të shkuar, për të bërë. Se për të bërë papa, janë kardinale që autove. Shiko, po
Ku ke qenë kur vdiq Papa Francesco? È stato anche lui un bravo Papa. Unë jam e kënaqur për të gjitha ata që e njoh, se unë kam jetuar me ajo është 7 papë. Me 7 papë? Ti ke kaluar 7 papa? Po, kam takuar vetëm Papa Giovan Paolo II. Se nuk është lehtë, edhe nuk është e rëndësishme. Unë dëgjoj e kjo është takime. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.